duke i heq paragjykimet, shpirti rinohet. Nuk mund të rinoj shpirtin tënd duke u mbyll në paragjykimet që i trashëgojmë nga e kaluara. Shpirti lind plak dhe trashëgon me mia paragjykime. Duke i heq paragjykimet, shpirti rinohet. Edhe pse fiziku mund të vjetrohet, por në shpirt rinohesh, në qoftë se i përkushton ngritjes intelektuale të vazhdueshme, se askush nuk mund të pretendojë se gjërat ndryshojnë dhe vetëm me një dinamik të vazhdueshme të kurreshtjes intelektuale çdo njeri mund ta rrinojë shpirtin e vet, por nuk mund të rrinoj shpirtin tënd duke u mbyll në paragjykimet që i trashëgojmë nga e kaluara, nga rrethi shoqëror, nga rrethi familjar edhe kështu. Unë mendoj që ajo fazë që ka përcen në një moshë fizike që quhet pensionim për shkak të moshës, të hap rrugën të kesh kohë shumë më të madhe për të rrinu shpirtnisht edhe për të ushqyer shpirtnisht veten me njohurit më të reja, qoftë në lamit shkencore apo fushave shoqërore që t'interesojnë. Interesant ky shpjegim. Interesant, do thotë për neve që jemi rrugës, sepse këtë jemi rrugës për të hyrë në moshë, duhet shpirtnisht ndihemi më të rinuar apo jo? Shumë interesant shpjegimi që jep. Në qoftë se punohet, të ushqej shpirtin me njohurit që janë edhe para se të fillojmë emisionin përmendet që te incizimet duhet të përditësohen, të bahen përditësimi i shpirtit është shumë i rëndësishëm se sa i trupit. Sa mirë. Shikues të dashur, zoti Bardhyl është shumë aktiv edhe në ekranet e tjera dhe në tjera të çështjet sa i përket edhe zhvillimeve politike, edhe të gjitha këto vlerësimeve, por sot do të flasim për këtë punë. Bardhyl apo jo? Nuk do të flasim për politikë, nuk do të flasim për këto gjëra sepse dita ditës po ndryshojnë. As vetë ata s'po dinë se çfarë do ndryshojnë e lere më ne. Por do të flasim pikërisht për librin që është promovuar ditëve të fundit, Urime për këtë vepër. E di që është angazhim shumë i madh. Ai 2 strofa me shkruaj njëri, 2 paragrafe të dal kohë angazhim e lere më gjithë këtë. Tregom sa ju ka marrë kohë dhe çka realisht me kënd keni bashkëpunuar në këtë përmbyllje. Shif është një punë që në mendjen time nuk kam dash ta bëj. Nuk kam dash ta bëj për arsye se përshkruhen takimet diplomatike të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për teleshikuesit të sqarojmë, kur unë jam përcaktuar të përfaqësoj politikisht ushtrinë shqiptare të Kosovës, kemi pasur rezoluta të Bashkimit Evropian, të Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilat aksionet çlirimtare i cilësonin si aksione terroriste, që do të thotë se perceptimi i gabuar që kishte shpërnda propaganda serbe kishte zënë vend.